jemi rikthyer në këtë pjesë do të flasim për dy çështje të aktualitetit. Spari për Ilir Metën, i cili ka që nga tetori që ndodhet në paraburgim. Nga tetori deri tani sa i vete se mos bëni gabim si Luli? 8 muaj. Në shifra? 8 muaj. Dhe sfakt sërish të vetimet me 6 muaj. Do të flasim edhe për akuzat e kandidatëve të PD-s që kanë vjedhur votat me zvedi. Votat e njëri tjetrit, ndoshta kanë vjedhur më shumë socialistët, por atë e drama tha që as kamerat nuk tregojnë as to dhe nuk duket gjëja. Ndërsa në pjesën e tretë do të flasim për për psikologët dhe dramën e tyre të madhe që bëjnë sikur bëjnë mbledhje për leshen, zgjedhje, bëjnë zgjedhje, por presidenti mbetet ajo që është aty, dhe nuk ka. Është zgjedhur një tjetër bushat, vajti kjo që do vinte, që u zgjodh, i tha, deli është. Dhe do diskutojmë pak dhe do vi. Presidenti e re, por presidenti sa ne është dhe ajo. Tani tëftuar janë të njëti tëftuar që unë kam, dhe në studion 2, Xhevair Zhabina do të më flasë më tani fare shkurt dhe qartë çfarë ka ndodhur me Ilir Metën. Atëherë, prokuria e posaçme ka vendosur të zgjasë hetimet nga informacioni që unë kam, zoti Rakipi, është me 3 muaj të tjerë. Megjithatë, prokuria është në targin e saj për të zgjatur edhe 6 muaj, pasi ja një ligji një ligji që të zgjatet kjo gjë. Po, dhe nuk ka ndonjë çudi të madhe, sepse po zgjaten hetimet për Ilir Metën, po them nga ana ligjore. Ndërsa mbi të rëndojnë akuzat e korrupsionit, pastrimit parave dhe mos deklarimit të pasurisë. Është një hetim në fakt që ka nisur duke ndarë në 3 çështje konkrete. Hetimi për çështjen e famshme Qes Dia është një hetim fakt. Po jo jemi të qartë për të gjitha, por pse zgjatet kjo? Është ideja se unë pas të do pyes dhe avokatin. Sepse prokuria ka kërkuar që ta ketë dosjen më të plotë dhe të ketë një akt ekspertimi i cili nuk është ende i përfunduar. Avokati i zotit Meta e tha në dalje nga prokuria një akt ekspertimi sa i takon pasurisë së ish vjerrës së zotit Meta, e cila ka qenë pjesë e hetimit të prokurisë së posaçme, por duhet thënë dhe diçka tjetër që ky është një hetim kompleks i cili shtrihet në disa vende. Letërporosi janë marrë nga disa vende, nga Shtetet e Bashkuara, nga Kipro dhe sigurisht që është një hetim që ka qenë mjaft kompleks, por ajo që dua të them zoti Rakipi është që prokuria e posaçme është pak i çuditshëm ky vendim për zgjatur hetimet, pasi vetëm disa ditë më parë ata vendosën që t'i komunikojnë akuzën personave që të panderurve në këtë proces, zotit Meta, zonjës Kryemadhi, dhe është pak e çuditshme sepse kërkohet edhe një kohë tjetër për të pasur një hetim më ezarues, por ajo që unë kam mundur të mësoj, kjo gjë ka ndodhur për faktin që për të vetmin fakt që prokurisi mbaronin afatet e hetimeve për njërën nga çështjet hetimore, që ka të bëjë me pagesat që janë bërë për kujdesin shëndetësor dhe trajtimet estetike të tyre jashtë vendit. Nuk ka pasur më afat prokuria dhe për këtë arsye ka qenë e detyruar që të shkojë t'i komunikojë akuzën. Ndërkohë që ligji ja njeh edhe të drejtën që më pas që të zgjasë hetimet, por ka një nonsens logjik në këtë histori kur ti çon përfundon hetimet dhe më pas kërkon prapë zgjatjen e tyre. Zhabina, ti do të vjosh të pish një kafe tani aty dhe pastaj në pjesën e tretë do vish tu me mua, sepse përveç kësë problemit të psikologëve që kemi, që është psikologët janë bërë për psikologë, vërtet, duam psikologë ata tani, ne do diskutojmë edhe për një problem tjetër që në mënyrë të vazhdueshme kemi njoftime nga policia e shtetit, mbi vënje në pranga të shtetasve të ndryshëm, bile kemi dhe krisma, gjumën në lokale ku me luan bastore të gjithë dhe bastet nuk thonë që nuk ekzistojnë. Po kjo ndodhë në mënyrë të rëndom dhe ti unë do të pyes qik posaçërisht çfarë ndodhë. Kishim krisma, pushkë dhe raje në një nga lokalet nga ambientet. Cilën do të fles të pyes kur të jemi bashkë këtu. Tani, avokat Sakranin e kemi, pak minuta, ndoshta avokat Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje ju në studio. Mirje. Përndoqja të kam ndjekur, vazhdimisht, edhe para spakut, po dhe dje një emision në televizionin tonë të Arjen Çani. Tani,
Dua shkurt më thuash qëndrim keni ju për shtyrjen e hetimeve. Ligjërisht edhe sa mund të zgjaten hetimet tani se? O dhe mund të ketë edhe hetime të vazhdueshme të prershme, asi mund bëhet kjo gjë. Se dhe nuk kuptoj, unë s'kuptoj dhe shumë mirë nga ligji. Ylli, shiko, u zgjatën hetimet sepse Zotit Meta në datën 10 i përfundonte afati 1 vjeçar. Që do të thotë që ndaj Zotit Metra ishte regjistruar procedimi penal si person në hetim në datën 10/6/2024, u krye arresti, pra u vendos masa e sigurisë, masa shtrënguese në arrest me burg në datën 19 tetor 2024 dhe prej asaj date Zoti Meta gjendet në masën e sigurimit të arrest me burg. Dhe Spaku duke parë që përfundon afati 1 vjeçar, në datën 9 na njoftoi, na komunikoi që duhet të shkonim atje dhe të njiheshim me zgjatjen e afateve dhe 3 muaj të afateve të hetimet, sepse akoma ai nuk ka administruar disa prova sipas tij një analizë financiare të zonjës të ish vjerrës së Zotit Meta, pra zonjës Kryemadhi. Dhe në këtë kuptim kjo ka qenë arsyeja që ka zgjatur afatet e hetimeve. Po unë dua t'u kujtoj ju, Ylli, që çështja ndaj Zotit Meta është regjistruar në muajin dhjetor të vitit 2019. Pra, Zoti Dumani, kur u ul në karrigen e prokurorit të posaçëm, pasi bëri betimin po përpara Zotit Meta në presidencë, ka regjistruar procedimi penal ndaj tij. Dhe prej muajit dhjetor 2019 deri sot, pra po flasim afërsisht 6 vite, Zoti Meta është nën hetim. Dhe kjo është ajo që ne na ka bërë një çik të si thonë asaj, dyshues për sa i përket kësaj çështje, sepse të mbash një person në një përndjekje 6 vjeçare, kjo është e papranueshme për një shtet që mendohet që është një shtet demokratik si Shqipëria dhe të mendojmë që jetojmë në një shtet të së drejtës. Dhe kjo është ajo që dhe vetë Zoti Meta sot pretendojnë që është një padyshim që është një arrestim politik dhe ne kemi përmendur këtu edhe në daljet tona që është një arrestim politik dhe po mbahet aty për arsye politike. Sepse në praktikën europiane drejtave të njeriut, në gjithë vendimet që ka kjo gjykat, nuk ka ndodhur, paktën deri sot, që të arrestosh një ish president, një ish kryeminist, një kryetar kuvendi, për vepra penale që presupozohet që ka ndodhur 10-15 vite më parë. Pa dyshim që edhe Zoti Meta vet, por të gjithë ne, edhe studioja jonë ligjore, nuk është kundër hetimit, të kuptojemi. Po ne jemi kundër masës represive që është vendosur ndaj Zotit Meta, sepse është një rast i paprecedent më parë. Kjo është ajo për të cilën ne jemi skeptik dhe jemi dyshues dhe mendojmë që kjo çështje është ka nuanca politike dhe pa dyshim. Arrestimi i tij, mënyra kriminale, mënyra terroriste, një shteti terrorist siç tregoi vetë me arrestimin e Zotit Meta, të lë të dyshuar që padyshim që është një akt politik ndaj tij. Avokat, unë do të kaloj edhe një herë të ftorit e mi për ta parë dhe politikisht që thani jo, si që thatë ju, nëse kanë qëndrime të tilla edhe të ftuarit e mi, dhe ju do të keni një pyetje të fundit që çfarë do të jenë hapat e tjerë. Ju mund ta ndikni këto fare pak minuta dhe pastaj i fundit do të jeni ju për të. Tela, ç'mendim ke ti për këtë? Domethënë, ajo që thuhet në tilla raste është që prokuria kur merr një çështje në hetim, do të thotë që nuk është në gjendje të vendosi. 6 vite tash që e kanë hetim këtë çështje. Mbi të gjitha, ka 8 muaj që e kanë në burg Ilir Metën dhe pretendimi që presim një akt ekspertimi financiar që ai s'ka çfarë të bëjë këtij akti, se eksperti është duke e bërë, të vazhdosh ta mbash Ilir Metën në burg, nuk ka vetë arsye ose statistikë të nevojshme të Spakut përfshirë këtu pasaportën tonë europiane, se s'ka arsye tjetër që Ilir Meta të ri brenda në burg. Ilir Meta mund të lirojë, arrest shtëpie, në hetim gjendje të lirë siç është bashkëshortja e tij, dhe procesi mund, sepse përveç përfundimit të hetimit ne do kemi edhe procesin gjyqësor. Dhe rrezikon që edhe me procesin gjyqësor të vazhdojë të rinë në burg Ilir Meta dhe nuk do dihet kur se kur do mbaroj. Qartë. Baton? Raporti Bashkimit Evropian, i cili ende nuk është bërë publik, por është para përfundimit ose nënshkrimit. I parlamentit, apo i bashkimit, i komisionit? Komisionit Evropian, në falë. Ishte shumë i ashpër, sidomos për Spaku. Ishte i ashpër për Spakun, për arsye se realisht kritikon Spakun se ka hyrë në një proces ku nuk po dënohen ose nuk po përfundon procesi për t'i dënuar akteret e lartë politik.
realisht komisioni në raportin e tij kritikon SPAK-un për vonesa, për koketim me njerëzit e politikës dhe për një farë, po themi, shpërdorimi të detyrës, duke vonuar procese dhe duke mos e konkretizuar ata për çka janë thirrur. Domethënë, kritika e parë e atyre që e financojnë sistemin është e drejtuar nga SPAK-u. Prandaj, unë konsideroj që kjo është një prej arsyeve që asnjëri prej këtyre të cilat janë të arrestuar ose që mbahen, nuk mund të pret lirin duke marrë parasysh këtë kritik që vjen nga Komisioni Evropian. Lidhur kjo me Komisionin Evropian dhe me Komisionin e bëka dhe gjërat të çuditshme. Edhe unë mendoj që është e shpërpjestuar kjo masa e sigurisë, vijimi i kësaj mase të sigurisë, sepse me qëndrimin 8 muaj, do të thënë me qëndrimin me arrest me burg, me, po themi, akuzat, 3 akuzat që janë bërë, në një lloj kuptimi, karriera politike e tij ka marrë goditje të madhe. Ka marrë goditje edhe në pikpamje personale. Dhe ashtu siç tha edhe Tela, nuk shoh se si qëndrimi i tij, ndjekja e tij me arrest shtëpiak apo në gjendje të lirë do të krijonte probleme se do plotësoheshin ato kushte që parashikohen në kodin e procedurës penale që ai të mund të arratise, ai të mund të dëmtonte provat apo ai mund të ndikonte tek dëshmitarët. Kështu që mendoj që SPAK-u ka detyrim që ta japin sqarim edhe më të plotë se sa ai që ka dhënë, që pse mbasi zgjatën hetimet për këtë shkak, pra për të patur një raport ekspertize për pasurinë e vjerrës tij, ish vjerrës tij, ish presidenti vazhdon të mbahet në burg. Kushat? Tani këtu nga gjithë kjo rrotullimi që bëm, pothuajse gjithë tryeza bie dakord që ka anomali në këtë gjë që po ndodh me SPAK-un dhe me Metën. Unë do të shkoj për te pse ka anomali. Sot Shqipëria, mendimin tim, ka 2 politikanë të lartë të burgosur politik me urdhër të Edi Ramës. Ilir Metën dhe Erion Veliaj. Të 2 po rrinë kot në burg për arsye absurde dhe po të thellohesh pak dhe të shikosh, veprimet e dyshimta të SPAK-ut përkojnë segment më segment me aksionin politik të Edi Ramës. Edi Rama prej 3 vjetësh ju vu Ilir Metës dhe e kërkonte të nxjerrë nga politika, SPAK-u e zbatoi. Edi Rama po i merë bashkin, i hoqi gjithë njerëzit nga grupi parlamentar, e goditi Erion Velini, mori dhe atë firmën të shkretit në burg, ka ndaluar deputete vetë të mbrojnë publikisht, dhe SPAK-u e mban në burg. E the me dhimbje, po sa më shpejt të kthehemi ke drejtësia Adriatik Lallës, aq më mirë do jetë për këtë vend. Janë shumë më të ullët, më të ndyrë, më të padrejt se koha Adriatik Lallës. Ta që po bëjnë. Në avokat, mund të bëj Meta në këto kushte dhe cilat janë hapat që ju do të ndiqni? Ylli, shiko, do të kuptojmë diçka. Akuzat politike është shumë e vështirë të shmontosh me mjete juridike. Edhe Donald Trumpi bë president që shmontoi 94 akuzat që i ngritën politikisht në SBA. Ashtu Silvio Berlusconi dhe kemi shumë të plot politikanëve që ja sulmuar politikisht, po flasim në vendet të perëndimit. Ne do vazhdojmë betejën tonë, do kërkojmë zvendësim mase kështu me radhë, gjithmonë duke bazuar në Konventin Evropian e Drejtave të Njerëzit, duke bazuar në kushtetutën tonë e kështu me radhë. Padyshim që zoti Meta e di shumë mirë nga kush e ka gjithë këtë dhe ai padyshim që shigjetat e tij ka drejt kryeministrit. Unë ja kam folur dhe dije me zotin Meta dhe unë e kam bindjen time si avokat, padyshim që e mbroj juridikisht, por të kuptojmë dhe diçka tjetër. Shqipëria sipas Institutit Videm, pas vitit 2021 është quhet një vend me autokraci elektorale. Dhe në një vend me autokraci elektorale, ku autokrati kontrollon
prokurorin dhe gjykatat, kuptojnë tani është shumë e vështirë që ne të kërkojmë drejtësi po të autokrati që kontrollon gjykatat. Kështu që kjo, padyshim që ne nuk e heqim besimin të drejtësia, po do të kuptojmë që ndodhemi përpara këtij realiteti. Dhe ky është një realitet tashmë që po e provon jo zoti Meta, po e provojnë të gjithë ata të cilët autokrati vendos të i marrin në përgjegjësi penale. Mos harrojmë, që zoti Meta është arrestuar pasi zoti Rama foli nga Asambleja e Partisë Socialiste dhe ka thënë tekstualisht: shqiptarët, çfarë borxhi kanë shqiptarët Ilir-Metës dhe Spaku pse nuk vepron dhe duhet ta heqë atë sepse ai kështu e ashtu. Dhe u detyrua Spaku pastaj që veproi. Prandaj thash që këto janë akuza politike, ne do vazhdojmë me mjete juridike padyshim, por duhet ta kuptoni dhe ju që akuzat politike është vështirë të çmontojnë me mjete juridike, sepse nuk ja kanë dalë edhe lider të tjerë në vende perëndimore, derisa ata janë zgjedhur drejtues të lartë që u kanë rënë akuzat. Prandaj që betejë jonë do vazhdojë në gjykatën e Strasburgut. Ne javën që vjen, javën tjetër do paraqesim gjykatën kushtetuese kërkesën tonë gjithmonë për masën e arrestit, pastaj do drejtohemi gjykatës Evropiane të Drejtat të Njerëzit. Natyrisht po presim përfundimin e hetimeve dhe po jap me bindje këtë zoti Rakipi, janë bërë në të gjithë planetin tokë. Në të gjithë planetin tokë janë bërë korespondenca, letër porosi nga prokuria posaçme. E dini çfarë kanë gjetur për zotin Meta? Zero pasuri. Zero pasuri. Ja, pra këto duhet të përmendni avokat se më shumë se ekspertiza e këtij lloji, është e nevojshme ekspertiza e këtij lloji se sa argumentat politike, se në gojën e një avokati është më rëndësishme. Dakor, po shiko. Unë nuk kam dashur të futem anës politike se nuk më kam marrë për të mbrojtur politikisht se për mërët vetë. Por duhet ta kuptojmë edhe publikun sepse fundja flasim edhe për publikun aty. Publiku duhet kuptoj që akuzat politike është shumë e vështirë që t'i shmontoj jo një studio ligjore, po merr ti 20 studio ligjore është vështirë t'i shmontosh. Gjithsesi, Spaku në planetin tokë e ka mbaruar punë me Ilir-Metën dhe është pasuria e tij zero. Tani unë u thash dhe prokurorëve Spakut, lidhuni me Elon Muskun që të çojnë në një planet tjetër, mase i ka fshehur atij ato pasuritë e mëdha që kanë folur për Ilir-Metën që është ka vjedhur atë, ka vjedh këtë. Të paktën këto janë provat që disponon sot organi i procedurës që është zero prova për sa i përket korrupsionit që flitet për zotin Meta. Kjo është e vërteta deri sot. Avokat, falenderoj shumë, kaq minuta kishim, ne do t'jemi ndoshta më pas në lidhje të gjitha në emisionet e tjerë dhe do të diskutojmë dhe me gjerë. Faleminderit, natën e mirë. Ne mirupafshim, natën e mirë. Faleminderit. Kemi edhe një pikë tjetër nderuar, nuk mërziteni, nuk mërziteni për një pikë tjetër që kemi, është një problem i rëndësishëm edhe ky që ka lindur tani, se këtu gjërat janë kur flitet për vjedhje, vjedhja vjen dhe bëhet aq e madhe baton sa njeriu i shkret është fillojnë vjedhjet dhe vetja. Vjedhin vetveten. Kupton, njëri tjetrin brenda llojit. Dhe që nga vjedhje më rrezikshme kjo. Ke fjalën për votën. Tani do flas për votën, A kanë vjedhur kandidatë njëri tjetrin? Në një lidhje direkte, unë do të kem Iliriana Kuçana, ish kandidate për deputete e Partisë Demokratike në Durrës, ne do përpiqemi merrin vetëm majtet, por ata e kanë kyçur këtë pikë. E mbyllën. Thanë nuk ka as video, as gjë, as ankesa. Mentor, se po shikon telefonin, do të flasim tani me popullatën, se popullata tani do të dëgjojë këtë, është shumë e rëndësishme kjo gjë. Pra, nuk kemi informacion vetëm djatha, se ata kanë pranuar dhe kanë kërkuar hapjen, por ndërkohë të mengjit thamë, jo, ka urdhëruar lideri lartë, të mos hapet asnjë gjë nga këto dhe nuk hapet. Brenda PD-s ka aludime të forta për vjedhje votash mes kandidatëve. E thamë, këtë një, ma përse as mundim të gjejmë, sepse një është mbyllur. Ja të ndjekim çfarë ka deklaruar njëri prej kandidatëve, Aulon Kalaja, për televizionin tonë. Kandidat në Durrës ka qenë dhe ky. Sinkroni ju lutem. Partia kërkon rinumërimin e votave, kështu e ka kodi zgjedhor. Tani, Komisioni Venecias dhe OSBE Diri i ka thënë partive shqiptare që juve duhet legjitimoheni patjetër kandidatët, sepse kandidatët janë pjesë e kësaj gjëje. Kanë marrë vota dhe duhet legjitimohen. Këta nuk e kanë bë. Ne me çfarë po merremi tani? Po godasim pikërisht këtë nën. Dhe do shkojmë në gjykatë kushtetuese. Jo për veten tonë, po për brezat e ardhshëm, që ata të kenë mundësi me hap kuti. Në rast se Aulon Kalaja blen vota,
kush të maj përgjegjësinë? Do shkoj partia në burg apo do shkoj individi? Do shkoj Aulon Kalaja apo? Atëherë, me të njëjtën logjik, pse s'm lejo mua që të hap votat e mia ti shikoj? Kjo është pyetja. Bashkë me avokatin tim Meral Daga do shkojmë kolegj zgjedhor që t'i kërkojmë që të hapen të gjitha kutit. Në rast se ka si prap, edhe përballë këtyre fakteve, vendos që mos të hapen kutit e tjera, po do ikim në kolegj zgjedhor, nëse do na rrezojnë sigurisht që do shkojnë spak, se s'kam rrugë tjetër. Pra, Aulon Kalaja kërkon hapjen e kutive. Po kështu dhe Iliriana Kuçana më ndihmoni se pak vonë është dhe do na ketë pritur besoj. E kemi në lidhje po. Iliriana ndjes për minutat pak vonesën, po shu jam punë tani në transmetime direkte është pak e vështirë. Ju keni qenë kandidate... Mirë mbrëma, faleminderit dhe ju. Keni qenë kandidate për deputete, jeni në Durrës. Çfarë janë, ç'është ankimimi juaj? Pse ju nuk ju lënë, nuk ju pranojnë të hapen kutitë dhe çfarë ju pretendoni? Më thatë që keni materiale me video ku vota juaj është e manipuluar. Si është manipuluar ajo? Atëherë, unë mendoj që kur zgjedh të merresh me politik, patjetër që është një përgjegjësi. Dhe zgjedhjet kanë patjetër 3 momente, pra para zgjedhjeve, zgjedhjet dhe pas zgjedhjeve. Momentin që ne ju kemi premtuar qytetarëve që do të jemi koherent, do të jemi korrekt, do ta mbrojmë votën e tyre, unë mendoj që kjo është detyra që duhet bëj gjithë secili kandidat. Unë jam drejtuar kasit, sepse të drejtën që ma jep kushtetuta, pavarësisht kodit, i cili unë mendoj që ky kod zgjedhor duhet hedh 1 minutë më përpara në kosh, pasi ky kod kandidatët që në fillim të garës futen në mënyrë të pabarabartë në garë. Patjetër që ne kemi pranuar dhe jemi futur në garë, duke pranuar që do të punojmë ne për kandidatët e listës të mbyllur në mënyrë që fillimisht që sigurojmë mandatin atyre që janë në listën e mbyllur. Por ajo çfarë ne nuk kishim menduar dhe se kishim parashikuar dot, ishte që vota që do të vinte në drejtimin tim personal, do të mund të trafikohej te dikush tjetër. Sa po kam pasur indicet e para... Zonja Kuçana, çfarë provash keni ju që është manipuluar vota juaj, është vjedhur? Atëherë, unë kam marrë pamjet në këtë... Unë kam marrë pamjet filmike në KQZ, pasi kam parë disa prej kutive dhe disa dyshimeve ku unë kam pasur, sepse është e pamundur të mund të shikosh të gjitha zazët në një kohë kaq të shkurtër, pasi unë kam faktuar me fakte provat të cilat vota ime është trafikuar, dhe jo vetëm vota ime, por edhe kandidatëve të tjerë, unë jam drejtuar kasit me një kërkesë për rinumërimin e të gjitha kutive. Është hedhur poshtë kërkesa nga kasi, më pas jam drejtuar kolegjit zgjedhor, ku edhe sot unë e prisja patjetër në vrazhdën e të gjitha këtyre zhvillimeve, e prisja këtë që ndodhi sot në kas, por beteja nuk mbaron këtu, unë do t'i drejtohem gjykatës kushtetuese, do t'i drejtohem të gjitha institucioneve, deri edhe institucioneve ndërkombëtare, sepse këtu kemi të bëjmë me një standard. Kemi të bëjmë me një standard i cili duhet vendoset një herë e mirë në politikë. Një standard i cili duhet për demokracinë. Kjo nuk ka të bëjë me Ilirianën, me mandatin e Ilirianës apo me mandatin e dikujt tjetër. Kjo ka të bëjë pikërisht me standardin që duhet vendosur në politikë. Jemi okay, po... Dhe unë mendoj që... Iliriana, të bëhemi më konkret. Votat mund të verifikohen apo jo, është normale. Që ju kërkoni të verifikohen votat tuaja. Ndërkohë, a ka patur pengesë nga PD për të rinumëruar votat tuaja? Ma partia juaj. Si që keni parë, unë kam qenë në krah të përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike edhe në raportimin për Durrësin. Për arsye se kam qenë një kandidate e cila ka mbajtur një peshë shumë të madhe në zgjedhjet e Durrësit. Duke marrë parasysh se Durrësi nuk është një qark i thjeshtë, kam qenë gjatë gjithë kohës në denoncime përpara SPAK-ut, kam qenë në zonën më të vështirë në Durrës dhe kam mbajtur ngarkesën më të madhe në Durrës, pasi duhet të themi se kam qenë Iliriana, po më thua gjëra të tjera. Ju keni parë videot, jo të lutem unë ty. Keni parë videot dhe keni parë që vota juaj ishte jetësuar. Kush kë keni parë ju që ka vjedhur këtë votë? Të mengjërtët apo të djathtët? Të majtët apo të djathtët, më falë se tash. Atëherë, vota ime është jetërsuar e Iliriana Kuçanës. Pastaj ka të tjetërsim vote brenda partisë ku ne i kemi referuar në KQZ dhe besoj se e keni ndjekur live
duke referuar me kuti dhe duke pasur detajet të cilat, po themi, kasi nuk i ka marrë parasysh, pasi ka hapur vetëm gjysmat e kutive. Ne kërkojmë hapjen e kutijave dhe zoti Rakipi ju do të shikoni ju dhe gjithë shqiptarët do të shikojnë se çfarë ka ndodhur. Unë ju siguroj që masakra që ka ndodhur në Durrës është shumë e madhe se ajo që ka ndodhur në Tiranë. Këtë ja u siguroj. Prandaj, betejë jonë është për të hapur kutit dhe për të parë çfarë ka ndodhur edhe me votat e kandidatëve të Partisë Demokratike, po edhe me ata të Partisë Socialiste të cilët nuk guxojnë. Jo se dëshira e tyre nuk është për të hapur kutit, por nuk guxojnë, sepse lideri Partia juaj ju mbështet. Jo, të majtët e janë të qartë, ata janë të qartë në punë e vetë, thanë nuk hapet, si tha lideri i lartë dhe nuk hapen ato. Janë veprojnë në mënyrë të ekurt. Tani, çështja është e ju e keni hapur këtë problem, jo të lutem. Unë të kam thirrur ty, do thes dhe të tjerë dhe dua të di, partia juaj është dakord me ty zonjë, partia juaj është dakord që votat të hapen aty dhe të numërohen edhe njerë. Zoti Rakipi, në respekt për profesionin tuaj, për gazetarin, ky nuk është problem. Ne po merrem me zgjidhjen e problemit. Problemi është krijuar që në kodin zgjedhor dhe ai problem që është krijuar ne po përpiqemi ta zgjidhim pikërisht atë problemin që është krijuar. Dhe po zgjidhim një problem për gjithë politikën, jo thjesht për votat e Ilirianës apo për votat e një kandidati. Pra po merrem me zgjidhjen e problemit. Ju votat e tua po kërkoni tani. Jo votat e botës. Tani unë, për shembull unë po kërkoj votat e mia. Është sikur të dëroj unë tani dhe të kërkoj votat e Trumpit. Unë po kërkoj votat e mia si një kandidate e cila ka... Partia juaj është dakord që votat e tua të hapen kutitë dhe të... Iliriana, partia juaj është dakord që të hapen kutitë dhe të gjenden votat tuaja? Unë personalisht kam patur mbështetjen dhe përfaqësuesi ligjor Franc Nuri ka kërkuar dhe kam qenë në krahun e tij ku ka kërkuar hapjen dhe rinumërimin e të gjitha ZAZ-ve në qarkun Durrës. KAS nuk ka pranuar hapjen e të gjitha ZAZ-ve, ka pranuar vetëm hapjen e 50% të kutive. Ajo çfarë kërkojmë ne... Pse ka frikë KAS në këtë rast t'i hap? Kush mendon ty ti... Unë mund ta di pse... Po, kush mendon se t'ka vjedhur ty votat? Nga videot që ke parë, kush mendon se ti ka përveçuar votat e tua? Zoti Rakipi, unë nuk mendoj, unë kam fakte, sepse unë jam duke parë çdo ditë... Fakte, atëre, kush ti ka vjedhur votat? Zoti Rakipi, më besoni që ju si një gazetar, por dhe unë si pedagoge komunikimi, unë sot këtu jam për qytetarët dhe jam për dursakët që po ju ndjekin me padurim për këtë që po themi sot. Edhe unë për këtë punë kam dalë, edhe unë kam dalë për këtë punë që për njerëzit që ta kuptojnë, që Ilirianës i kanë vjedhur votat dhe ja ka vjedh filani. Qenë kemi të dy për të njëjtën punë. Atëherë që Ilirianës ja kanë vjedh votat do dalin shumë shpejt sa po të vendoset të hapën kutitë para që janë miratuar. Po thuaj me këtu se nuk kanë turp. Por unë po them që, të lutem, unë po ju them që prisni vetëm çështje ditësh dhe do shikoni që jo vetëm Ilirianës. Po, shiko, se tani erdhëm në një moment ku ka turp i vjedhuri. Edhe mua më ka ndodhur, Iliriana, mua më ka ndodhur një herë, i kisha dhënë borxh njerit dhe fshihesha unë. I kisha dhënë borxh ja një minutë. Dikujt, nuk po ma kthente dhe i kalonte krenar kështu, dhe unë më vinte turp. Tani ti, pse të vi rende të thuash kush t'i ka vjedhur? Thuaj pra. Jo, unë nuk më vjen rënd, absolutisht. Rënd du t'i vi ata që i kanë vjedhur dhe i kanë trafikuar. Mua nuk më vjen rënd, sepse në jetën dhe në karrierën time, unë jam përpjekur të ruaj një imazh që të bëj gjëra të cilat mos më vi rënd dhe t'jem krenare dinjitoze, siç jam sponte përballë jush, dhe siç kam qenë në fushat përballë qytetarëve. Unë të dola borxhi të pyeta. Aty thuhem fjalë që sigur brenda llojit juve keni shkëmbyer ndoj të ka marrë disa vota, nuk e di, ndoshta s'është e vërtet fare kjo gjë. Flasin e gjithë, po ti vetë nuk je duke thënë ndonjë vetë. Tani zoti Rakipi, unë ju siguroj që ka ndodhur trafikim vote. Unë ju siguroj që në kutijat e Durrësit ka të vërteta që shqiptarët duhet t'i dinë. Dhe kjo nuk bëhet thjesht për mandatin e Ilirianës, Aulonit apo dikujt tjetër. Kjo bëhet për të vendosur një herë e mirë një standard për demokracinë. Do më thënë ti tani e ke luftë për standardin, nuk e ke luftë për vete.
Se tani ti që nga njeri më i mirë se të gjithë këta të tjerët. Zoti Rakipi, nëse më keni ftuar në studio, duhet keni ndjekur edhe udhëtimin tim publik dhe politik. Pra unë jam një njeri që i qëndroj parimeve, po i qëndroj dhe koherencave. Dhe si njeri që i qëndroj parimeve dhe koherencave, jam pikërisht sot këtu për të kërkuar atë parim dhe atë dignitet të cilët demokratët e Durrësit kanë besuar për të votuar Iliriana Kuçanën. Dhe Iliriana Kuçana këtu është për t'ju mbrojtur votën që i kanë besuar Iliriana Kuçanës. Domethënë demokratët e kanë votuar ty dhe votat i kanë marrë tjerë. Jam në zonjat, ju mbroj votën, të lutem. Nëse unë nuk jam në zonja të mbroj votat e mia dhe të kërkoj drejtën time, atëherë si mund të kenë besim njerëzit në politikë? Iliriana, sa po të verifikohet kjo gjë? Sa po të verifikohet kjo gjë, unë të premtoj që do të jesh ulur këtu në studio dhe do të më tregosh mua gjëra gjatë të vërtetën. Do të jetë shumë shpejt, sa po të hapën kutijat e para të Durrësit dhe shikoni që kjo që po themi. Faleminderit shumë që ndajnë edhe deri në orë të vonë, në këtë orë të vonë. Faleminderit dhe uroj që ju t'i gjeni sa më parë votat tuaja. Natën e mirë bashkë. Faleminderit ju dhe përshëndes edhe panelin. Po, faleminderit. Atëherë të nderuar kolegë, ju tani besoj dhe juat, ka. Thoni që janë brenda llojit, janë vjedhur shumë vota. Kur fola për demokracinë e kapur, ja kjo është. Kjo është demokracia e kapur. E para, e dyta, na e kemi një institucion që është pak. Në burg, të gjitha ta që kanë manipuluar votën. Dihet kur janë numëruar dhe kush janë numëruesit dhe kush e ka devijuar votën. Ka që është kjo histori. Nëse spaku, kur janë hap kutit dhe gjetën qëllimisht votat e vjedhura, në më thanë edhe njerëzit që kanë bërë ato dihen. Për arsye se janë të regjistruar kush janë komisionerët. Në më thanë, kaq e qartë, kaq e pastër, nuk mund t'jetë ndryshë. Të tjerë të kolegë nderuar që keni që dhe keni vjedhur thoni ajo. Po, ka një aspekt. Pirje madhe thonë. Një aspekt duhet potencuar, këto në Kosovarë duhet potencuar, që një trafikim i brendshëm vota, pra nga një kandidat i PD-s dhe një kandidat tjetër i PD-s, nuk mund të bëhet pa mirë kuptimin e numëruesit të PS-s. Dy numëruesit janë bashkuar të ati që me njëri tjetrin. kanë bashkuar votat. Këtë mendjen, mendimin dhe kanë vjedhur votën. Kanë tjetërsuar votën. Sepse fillimisht hapet kutia në cilën fletë votimet dhe ndahen PD, PS. Tashi, ato të PD-s i numëron ky numërues i PD-s, pra për nxjerr listën e kandidatëve. Elektronik? Elektronika nuk preket më. Preket vetëm kutit e hapura. Numërimi i brendshëm është jo elektronik, nuk është me kamera? Është me kamera. Kamer, jo. Se përndryshe nga i ka provat ajo. Kjo ka ndetë tu pra të stolat e Pallatit Sport dhe ka patë kamerat, ka shonu 1, 2, 3, 7. Ndërkohë numëruesi real i PD-s, që ka marrë gjithë fletët që i përkujnë, ka shkujt si pas kandidatëve 70, 20, 30, 20. Tash kjo kur i ka numëruar vetë pretendon që nuk kanë qenë 20, por kanë qenë 25. Ato më kanë marrë 5 vota dhe për këtë arsye kërkon të numërohen. Por të gjithë individët që kanë kërkuar të numërohen, i është rrëzuar kjo e drejtë. Sepse kodi zgjedhor parashikon që nuk mund të kërkojë kandidati për deputet, por duhet kërkoj partia. Tani çfarë ka ndodhur? Partia kërkoi për Tiranën dhe 2 anëtarë të Kasit, nisur nga ajo famshme 2009 hap kutia do bë largova atëherë që hapën kutit, ndryshon kodi zgjedhor dhe thanë 2 anëtarë të Kasit tash mund të kanë drejt. Dhe çka kërkon? Kërkon 1200 kuti në Tiranë. Tash te 1200 kutit e Tiranës do numërohen si votat e kandidatëve të PD-s, do përfitojnë dhe kandidatët e PS-s që u mbylli Rama të drejtën për të kërkuar, do shohin do kenë ata mundësi. Indirekt ati? Po do përfitojnë ata, do shohin ata se si janë votat. Dhe vetëm dhe mund të kemi ndryshime thua? Unë besoj që patjetër aty do ketë pasur lëvizje votash te kandidatët. Nuk do kemi ndryshime shumë të vogla te partitë. S'ka për të pasur ndryshim mandatesh. Por te kandidatët patjetër është si puna e saj 96 që theti, se në ora 12 u larguan komisionerët e PS-s. Çfarë bën këta të PD-s? Mbushën kutin cilat do të qefi. Qartë, bushat të kene një gjë ti për këtë që t'gjove aty apo është. Gjatur shumë, thoi kjo. Është zhëja e këtyre zgjedhjeve. Mirë është numërohen ato se kush ka për padrejtësi Po ta fillojmë mbrapsht del kryesore. Dele para këtë. Po vetëm se të zjatë edhe 1 muaj gjysmë kjo punë. Tani... Do fusin dhe Elbasanin aty në mrena. Po, ndoshta edhe në rregullimet e kodeve këtyre, ndoshta votimi elektronik do zgjidhte shumë gjëra në
Do zgjidhet, po pastaj do fillojnë dyshimet, hakerimit. Apo ndryhej te kjo. Mund ta bëjnë siç e Jo, po këto që thot Bushati, pastaj këto nuk janë te votimi. Mund ta kishin mund ta gjejnë mënyrën për ta bënë, mund ta bëjnë si 92, siç e bën Kosovë. Atëre, okej, ne do presim dhe të shikojmë ç'do ndodh me këto numërime ndërruar të shikuese, të gjitha ndoshta janë serioze, po ndoshta edhe nuk janë serioze, se ne nuk e dim tani. Apo jo. Varet sa nerva do kenë të numëruar, çfarë thon? Po inshallah i bëjnë mirë se është model pastaj edhe për psikologët. Tani për psikologët e tani. Po i numërojnë mirë politikanët, do i numërojnë mirë dhe psikologët. Publiciteti do futni fare pak në fillim sa të mben ndrimi, jo të gjatë, se s'kemi kohë. Është një kohë shumë e shkurtër. Fare shkurt publicitet e kalojmë te pjesa e tretë, që jemi me hallin e psikologëve. Halli i madh që u ka rënë që duan dhe ata psikologë tani. Publicitet rikthehemi shkurt.